kanë filluar në të gjitha njësitë administrative. Vaudesi është pak më problematik sepse proji Glinës ka dalë jashtë shtratit dhe po bën një përmbytje shumë të madhe në të gjithë qytetin e Vaudesit. Deri tani janë rreth 100 shtëpia që kanë prezencë ujit. Damet janë shumë të mëdha në Bagti dhe në Shpend dhe në Blet, në kusheret e Bletëve, por shpresojmë që të paktën mos rrezikojmë jetën e njerëzve sepse situata është mjaft e rëndë. Në rast se do të vijonte, jeni në gatishmëri për bërë evakuimin e banorëve apo procedurat e tjera? Gjithë stafi i Bashkisë Vaudesis është në terren, është në përkrah njerëzve. Besoj që çdo gjë do shkojë mirë në evakuim, po shpresojmë që mos kemi nevojë për evakuim. Cili është problemi kryesor? Proji Glinës? Problemi kryesor është proji Glinës. Proji Glinës ka 5 vite që aplikojmë dhe faktikisht nuk e kemi fituar, nuk e di arsyen sepse, por shumë problemi i madh sepse me fondet e Bashkisë Vaudesis është e pamujtur realizimi i këtij projektit. Çfarë ndërhyrje kërkohet konkretisht tek proji Glinës? Kemi nevojë për kosha me gur, hapjen, pritat malore dhe asfaltimin e rrugëve për me forcu si tip diget që mos me lanë me thy, sepse po ta shikojmë maneja ka thy dhe rrugën dhe ka marrë ka hyrë në përbanesa ujë.